Në fillim të viteve 1900, një inxhinier dhe fizikant italian, Orlando De Pretto, bëri për herë të parë lidhjen midis masës dhe energjisë, duke pas parasysh eterin dhe që mendoi që eteri mund të kishte edhe grupime, përqendrime të tij në zona të ndryshme të hapësirës. Ai mendoi që këto grupime të eterit formonin masë, ktheheshin në masë. Dhe lënda, masa, po të lëvizte me shpejtësi shumë të madhe, shpejtësinë e energjisë, shpejtësinë e dritës, ajo mund kishte një lidhje midis lëndës dhe energjisë. Dhe bëri lidhjen për herë të parë midis energjisë dhe masës. Dhe mori formulën e gatshme që ishte në atë kohë, 1/2 mv², formula e gatshme e energjisë kinetike, dhe në vend të v-s në katror vuri c në katror, shpejtësinë e dritës. Dhe formoi formulën energjia barabar me mc në katror. Por kjo nuk ishte lidhje fare me formulat e Einsteinit, të cilat dolën në një formë komplet tjetër, nga ana teorike, dhe formula E barabar me mc në katror ka dhe një koeficient tjetër e cila ka lidhje me impulsin. Ajo është formula e përgjithshme, nuk është thjesht e mc në katror. Megjithatë, Einsteini e ndoli nga formula e tij që lidhi energjinë me lëndën, jo nga një deduksion deri diku logjik i De Prettos, nga disa formula që thjesht kishin energjinë dhe masën në formulë, por doli nga lidhje që në sistemet inerciale të ferimit, nga relativiteti special, doli nga transformimet e Lorenzit, që hapësira dhe koha nuk rridhnin normal për shpejtësi të mëdha. Që De Pretto në atë kohë normalisht nuk mund të imagjinonte këto lloj ndryshimesh relativiste të natyrës. Einsteini pa që në sisteme të ndryshme duhet të ruhej energjia dhe lënda, do të kishte ruajtur të energjisë, impulsit e gjithë tjerat. Dhe këto dolën nga forma komplet tjera, pa patur nevojë që hapësira të ishte e mbushur ose jo me një substancë eteri. Intuita e De Prettos ishte e drejtë për të lidhur energjinë me lëndën. Einsteini ishte ai që bëri me vërtet lidhjen e saktë, reale, me gjithë pasojat që ka efekti relativist, plus dhe dha dhe formulën e saktë të kësaj lidhje. Jo vetëm E barabar me mc², por formula reale është bashkë me impulsin. Është një formulë edhe më e gjallë, edhe më e gjerë. Rasti i veçantë është E barabar me mc².